Gjesmi, jemi këtu tek dyqani jon gjigant 500 metra katror vetëm modë. Ndodhemi përballë West Park pas pallatit të parë. Jemi pas një dyqan tjetër ngjitur përveç se hyrjes të pallatit. Dyqani ka 12 dyer, mund të hyni nga cila anë të dëshironi. Kemi sjell shumë furnizime të reja, modelet e kostumeve, modelet të xhupave. Shikoni pak çfarë bëhet këtu në veshje sportive Brian. Realisht janë shumë gjëra për të nxjerrë këtu në TikTok dhe Instagram. Modelet të xhupave, shikoni pak Nike-un. Ky është i gjatë, këto janë gjëra që nuk i ka askush në të gjithë Shqipërinë dhe shumë brende nga më të njohurat. Janë me qindra modelet e xhupave, shikoni pak reklamën këtu, keni Moncler, Napapiri, Nike Tech, The North Face. Janë shumë modele, reklama është plot, nuk mbaron reklama sepse dyqani është gjigant. Është dyqani më i madh në qytetin e Korçës, siç e shikoni. Eja shikoni modelet e xhupave. Do t'ja u tregojmë nga pak të gjitha, nuk e bëjmë dot videon shumë të gjatë. Do mundohemi ta bëjmë sa më të shkurtër. Polo, janë shumë modele, Stone Island dhe modelet e tjera jemi duke i nxjerrë këte. Shikoni çfarë bëhet këte. Shikoni çfarë ka këtu. Dolce Gabbana, logo me qëndisje. Ofertat do të jenë shkatruese. Dyqani nuk mbaron, është gjigant. Siç u thash, modelet e xhupave janë me qindra modele. Nuk mbarojnë. Ka akoma për të nxjerrë. Hugo. Vazhdoni të na ndiqni, do t'i postojmë të gjitha në TikTok dhe Instagram. Edhe në Facebook, se harrova. Modelet e atleteve të shtrenjta, këto janë gjëra mega luks. Këto janë modelet e jelekve, nuk mbarojnë modelet e jelekve, janë të shumta. Modelet e bluzave të tutave, këtu flasin për gjëra të mira. Shikoni pak se çfarë ka Briani këtu në dyqan. Këto janë gjëra të veçanta. Nuk janë gjëra të lira. Tekët përsëri sollëm. Vërtet kemi shitur nga 500 copë, nga 1000 copë, po mos mendoni se nuk i sjellim prap Nike Tekët. Oferta është shkatruese, është ofertë që nuk e ka bërë askush në Shqipëri. Flasim me vepra, të gjithë e njohin se kush është veshje sportive Brian. Janë shumë gjyra për të nxjerrë, kështu që vazhdoni të më ndiqni sepse surprizat nuk do të kenë fund.